Ledian Gjoka, shqiptari në Greqi I cili u shndërrua në hero, pasi shpëtoi nga mbytyja në lumë 2 fëmijë të vegjël në muajin qershor 2025, më në fund ka marrë në shtetësinë greke. Shqiptari I tij është dhënë në shtetësia greke nga vetë kryeministri I Greqisë, Kyriakos Mitsotakis, I cili e ka falendëruar publikisht për aktin heroik. Ledian Gjoka, në qershor të vitit 2025, rrezikoi jetën e tij për të shpëtuar nga mbytyja 2 fëmijë në ujërat e rrëmbyrshëm të lumit Araktos. Një akt, vetmohimi që është një shembull I humanizmit dhe heroizmit, sot atij u dha në shtetësia greke. E falenderojmë, ka shkruar në Facebook kryeministri Mitsotakis. Shqiptari shpëtoi 2 fëmijë të moshuar 12 dhe 14 vjeç, të cilët rrezikuan mbytje në lumin Araktos të Artos në Greqi, madje ai posoi lëndime edhe vetë në këmbë gjatë tentativës për t'i shpëtuar të miturit. Ledian Gjoka është nga Berati, ai emigroi drejt Greqisë 24 vite më parë, kur ishte vetëm 17 vjeç. 5 vitet e fundit I jeton në art me bashkëshorten dhe 2 fëmijët, 10 dhe 6 vjeç. Gruaja e tij është rritur në Greqi dhe janë njohur përmes një krushqie.